Gjykata e lartë vendosi të rrëzojë rekursin e 7 anëtarëve të grupit kriminal të përfshirë në grabitjen e 4.6 milionë eurove në aeroportin e Rinasit me 9 prill 2019, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GJKK-s. Sipas këtij vendimi, Klement Çala u dënua me 20 vite burg, ndërsa 6 të tjerët, Eldi Çala, Ultion Veseli, Naldo Sula, Sajmir Çela, Elton Pikli dhe Alkon de Bengasi me nga 17 vite secili, duke bërë një total për 122 vite burg për të gjithë grupin. Grabitja e vitit 2019 konsiderohet si një ndër aksionet më të mëdha dhe spektakolare kriminale në historinë e Shqipërisë. Organizatori i saj, Admir Murataj, u vraq gjatë përpjekjes së policisë për ta ndaluar, ndërsa të gjithë të tjerët mundën të arratiseshin përkohësisht, por u arrestuan më pas nga strukturat e rendit. Procesi gjyqësor ndaj Talo Çelës, një nga personat më të shumë kërkuar në vend, po zhvillohet në mënyrë të veçantë. Ai përballet me akuza të rënda për fshirje në grupin e aeroportit, vrasje me paramendim dhe vjedhje me dhunë. Ky rast ka tërhequr vëmendje të madhe të publikut për shkak të natyrës së organizuar të grabitjes, sasi e madhe të parave të përfshira dhe përplasjes direkte me forcat e rendit që solli dhe humbjen e jetës së organizatorit.